Përshëndetje të nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ I lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. 3 ditë para skadimit të afatit për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet, kryeministri Edi Rama vijon takimet intensive. Ai mblodhi këtë të diel drejtuesit politik, të cilët propozuan emrat e mundshëm në çdo qark. Mësohet se disa nga veteranët socialistë do të jenë në listën e hapur, ndërsa garës elektorale të 11 majit pritet I bashkohen edhe kryetar bashkie. Dhuna në familje është kthyer në një fenomen mjaft shqetësues në Shkodër. Viktimat kryesore të saj janë gratë që dhunohen nga bashkëshortët. Vetëm në muajt e parë të këtij viti janë lëshuar 10 urdhra mbrojtjeje të menjëhershëm. Mjekët japin alarmin për shtimin e kancerave edhe tek moshat pediatrike. Sipas tyre, shumicën e rasteve të diagnostikuar tek fëmijët I zë leuqemia akute. Deformimi I shpinës si pasojë e përdorimit pa kriter të pajisjeve teknologjike po bëhet gjithnjë e më I shpesh te fëmijët dhe të rinj. Specialistët thonë se ata që vuajnë nga deformimi I njohur edhe si gunga e bizonit duhet të merren me aktivitet fizik. Operatorët përgjatë Bregdetit të Durrësit presin një sezon të mbar këtë vit. Ata thonë se grupet e turistëve, kryesisht nga Gjermania dhe Franca, pritet të vinë që në fillim të prillit. 2 bashkëshort nga Hollanda kanë zgjedhur të udhëtojnë me rulot në vende të ndryshme. Në aventurën që I ka sjellë deri në Shqipëri kanë marrë edhe fëmijët e tyre të mitur. Ata shprehen të impresionuar nga bukuritë e natyrës, ndërsa vlerësojnë mikpritjen. Korça mirëpriti student nga vende të ndryshme të botës, të cilët morën pjesë në Olimpiadën e matematikës. Fituesit u vlerësuan me medalje, por mes tyre nuk pati asnjë student shqiptar. Regjizori italian Davide Jodice ka rikthyer në skenën e teatrit kombëtar Fausti.